Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Ronalinin këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptarë. Dua pak të ndaloj tek Selin dhe tek Gimbo. Ju e dini shumë bukur që Selina dhe Gimbo kanë përfunduar një projekt i cili do t'jetë me patjetër një projekt i jashtëzakonshëm dhe do të duartrokitet nga të gjithë shqiptarët. Pyetja më e madhe është se çfarë projekti kanë bërë ato. Selin ka nxjerrë një këngë, në fakt në videon e postuar në rrjetet sociale, duke e përfshirë këngën e Rezarta Shkurtër's DJ, që publiku ka ngritur hamendësim që mund të ishte ajo këngë. Unë jam i bindur që është një remake, do me thënë një këngë e punuar nga DJ Gimbo, e risjellur në fakt në skenën muzikore, që do t'jetë një hit i papar, mund t'jetë edhe një bashkëpunim me Rezart, nuk i dihet, por do me thënë nga informacioni që kam unë, ky projekt i cili është xhiruar nga Selin dhe Gimbo, do t'jetë një projekt i cili do t'ju përket vetëm atyre të dy, do me thënë do t'jetë projekt i tyre. Dhe jo më kot Gimbo ka përzgjedhur që në daljen e tij të parë skenike, realisht është dalja e parë në videoklip, Gimbo nuk ka klipe të tjera në YouTube, ta sjellën veten me Selin, do me thënë çifti i cili u dashurua dhe vazhdon dashurinë në jetën e tyre edhe jashta Big Brotherit. Por Selina nuk ka ndaluar, do me thënë Selin nuk ka ndaluar